A mundet me u lidh kjo Antigonë edhe me mënyrën e fëminisë që kemi kalu, ose me mënyrën se si jemi rritur, me ato se çfarë na është thënë gjatë rritjes? Po, lidhet shumë në fakt me fëmijërinë edhe me mënyrën që prindë tanë na kanë eduku. Nëse prindë tanë kanë qenë rigoroz, kanë qenë kërkues shumë të ndaj, nuk na kanë leju me bo gabime, na kanë kritiku shumë, kanë kërku për neve të bëhemi perfekt, se kanë pas durimin që ndoshta na si fëmijë kemi me gabu 10 herë derisa të mësojmë diçka. Dhe ata si të rritur ndoshta se kanë pas durimin e mjaftueshëm me na i pranu këto gabime. Kjo ta ul vetbesimin edhe të bën me pas frikë nga kritika edhe me u ndje i pamjaftueshëm edhe kur je i rritur, sepse ato përjetimet, pa marrë parasysh moshën cilën tash je, lëndimet emocionale cila shkaktohen cilën do mosh, i marrim me vetin nëse nuk i kemi shëru. Madje lexova një thonje dje kur po lexoja për temën, tendenca që prindrit me i bind fëmijët që ata duhet me i bë krenar prindrit, është shumë e dëmshme deri në pikën kur a kanë mendu prindrit se a janë fëmija krenar me ta. Dhe me thonë, është një rreth që nështë nuk e analizojmë shumë na kur jemi prind. Po mund të dëmtoj atë lumëturin dhe ëndrat e tyne. Një anë tjetër medaljes, nështë për neve si prind me mendu. Po, na se menojmë. A janë edhe ata krenar me ne? A janë krenar me neve, me mënyrën se si i rrisim, me mënyrën se si flasim, me mënyrën se si e kalojmë kohën me ta. Se ju çdo herë parja dhe shëtitet që ju sigurojmë janë një prindrim e mirë. Vënden është diçka të cilën prindrimi është një det i madh dhe ka shumë për të dhënë.